Për mua nuk ishte problem poligamia, sepse edhe martesa ime ishte e tillë. Unë isha gruaja e dytë dhe mendoja se isha një bashkëshorte e mirë. Punoja në një minier në Carltonville, në Afrikën e Jugut. Ndërkohë kisha 3 fëmijë me të dashurën time që jetonin në Botswana, Gaborone. Për kishën time kjo nuk ishte problem, se ishte diçka që e bënin të gjithë. Ne ishim martuar vetëm sipas zakoneve të Kambodgjës. Por nuk e kishim bërë celebrimin sipas ligjit. Më dhanë një Bibël. Ajo që mësova prej saj më preku thellë. Kuptova që ishte e gabuar të isha pjesë e një martese poligame. Mësuesi tim të Biblës i zun syt një foto të familjes sime. Më pyeti se cilët ishin dhe i thash se ishte e dashura me fëmijët tanë. Atëherë studiuam mësimin që flet për familjen dhe kuptova se duhet të bëja disa ndryshime në jetë. Doja të filloja të predikoja, por kuptova se Jehova i donte që martesa ime të ishte e celebruar. Prandaj u luta, o Jehova, nëse vërtet më ke tërhequr drejt teje dhe je i kënaqur me mua, të lutem, më ndihmo që të nxjerr certifikatën e lindjes dhe të gjej paratë që më duhen për udhëtimin. Për shkak të kësaj situate, ndërgjegja më breu për shumë kohë. Ishte shumë e vështirë, sepse me burrin tash më kisha 10 fëmijë. Por kuptova se dashuria për burrin nuk duhej të më pengonte të bësha një njeri më i denjë për Perëndin. Ndaj thash, po iki. Banorët e fshatit filluan të flisnin keq për mua. E thoshin, ajo grua është rebele, ja rëmbeu fëmijët të shoqit. Por me t'u larguar, ndjeva sikur u çlirova nga një peshë e rëndë. U ktheva te familja dhe u martova me të dashurën time. Tani nuk jetoni më në 2 vende të ndryshme dhe mund t'i shërbenim Jehovait të gjithë së bashku si familje. Pasi lash punën, ngela për një vit të tërë pa punë. Mbollëm ca zarzavate në Baçe dhe kjo na ndihmoi goxha. Për habin time, mësuesja ime e Biblës më ftoi të shkonim së bashku në Takeo. Ishte larg, shumë larg. Kur u tregova emrat e prindërve, familjes e farefisit, më në fund më dhanë certifikatën e lindjes. Më pas, aplikuam për të bërë celebrimin dhe 2 javë më vonë morëm certifikatën e martesës. Me kalimin e kohës, ish buri im u bë dëshmitar i Jehovait. Dhe tani, shoqja ime e ngushtë është gruaja e parë e asaj martese poligame. Më gufon në zemra kur shoh që familja ime i shërben Jehovait, kur shoh sa shumë e duan atë dhe u binden ligjeve të tij. Më në fund u pagëzova, madje i predikova edhe burrit. Edhe ai pranoi të studionte Biblën. Ndihem kaq mirënjohëse ndaj Jehovait. Ai tregon mëshirë për të varfrit e për të përvuajturit si unë. U mbështeta plotësisht te Jehovai dhe pash se asgjë s'është e pamundur për të.